Bashkëshortja e shpat kasapit Selvia Jao ka kujtuar bashkëshortin e saj duke thënë se ai e ka mbështetur, respektuar dhe dashur, pavarësisht si shkuan punët mes tyre. Ajo tha dhe disa fjale edhe për Roelin, derisa u shpreh se nuk e di se kush do t'i tregoj se nuk e ka më babain gjallë. Një njeri që mua si Selvia më ka kompletuar, më ka mbështetur, më ka respektuar dhe më ka dashur, mbi të gjitha më ka fal një djalë si drita. Roeli është vetëm 3 vjeç e gjysmë dhe ai ende nuk e kupton se nuk e ka babain e tij, dhe unë nuk e di si do të rritet me këtë, dhe nuk e di se kush do të tregoj, por e di që ai është shumë krenar me babain e tij. E ka dashur shumë shpati, është përkushtuar deri në frymën e fundit që Roeli të jetë me të gjitha të mirat, të rritet me të gjitha virtytet, deklaroi ajo, duke përlotur të gjithë sallën. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se shpat kasapi ndodhe në Itali për kurimin e djalit e tij, kur fatkeqësisht u ndadhe nga jeta. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.